Përgjimet të reja të përfshira në dosjen hetimore ndaj ZV kryeministres Belinda Balluku kanë dalë në dritë, ku ajo komunikon me vartësin e saj Evis Berberi. Materialet e siguruara nga hetimi hedhin dritë mbi mënyrën se si diskutoi mbështetja financiare për disa media në vend, pa u përmendur drejt për drejt emrat e tyre. Sipas dosjes, në një nga komunikimet e zhvilluara përmes aplikacionit Signal Private Messenger, Balluku i referohet pagesave të kryera për media të caktuara, duke theksuar se një pjesë e tyre mbuloheshin financiarisht nga burime të tjera, ndërsa një media i ishte lënë në përgjegjësi Berberit. Në mesazhin e saj, ajo shprehet se situata kishte dalë jashtë kontrollit, duke e përshkruar procesin si të rrëmujshëm. Në vijim të bisedës, Berberi konfirmon se e ka kuptuar mesazhin, ndërsa Balluku e orienton atë drejt një procedure konkrete, duke përmendur një kontratë supervizimi për mirëmbajtje. Pas kësaj, Berberi kërkon më shumë detaje dhe Balluku i dërgon një fotografi të marrë nga sistemi elektronik i prokurimeve, ku pasqyrohen procedurat të publikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Këto komunikime janë bërë pjesë e provave të administruare nga organet e drejtësisë dhe po shqyrtohen në kuadër të hetimeve ndaj ZF kryeministres, ndërsa çështja e imunitetit të saj vijon të mbetet në vëmendje të institucioneve përkatëse.